Disa njerëz mendojnë se i vetmi njeri që përfiton prej sadakas është njeriu në nevojë. Po, ai përfiton, por përfituesi kryesor jeti që jep, jeti që ndihmon. Për shkak të kësaj sadakaje që ti mund t'japësh, Zoti i gjithësisë ta largon një vështirësi. Bohesh prej dashmëve të Zotit. Wa anfiqu khayran li anfusikum. Dhe shpenzoni për bamirësi në të mirën tuaj. Ditën e gjykimit, kjo sadaka që ti jep, bëhet shkak që të bëj hije ty. Çdo njeri është në hijen e sadakas së tij derisa të përfundoj gjykimi midis njerëzve. Kështu kuptohet prej një hadithit profetit alayhis salam. Prandaj nëse Allahu i lartësuar të ka dhënë pasuri, jep dhe ndihmoj njerëzit në nevojë. Ndihmoj ata për hir të Allahut lartësuar, duke synuar shpërblim tek Zoti i gjithësisë.